Në qoftë se vazhdon ta mendosh kështu Stelina, merr kohën tënde, mendoj gjithë gjërat dhe gjithë këshillat. Po ti zakonisht e bën, më jep kohën mua dhe pastaj përfundon me tjetrën. Më fal, shiko, unë përfundoj me këtë dua unë, mos nuk të pyes ty siç përfundove edhe ti me tjetrin. Dhe mua nuk më intereson. Po ku e ke pasur që kam përfunduar me tjetrin? Me ç'të duhet ty se si e kam parë. Po plak, ngjit provat, se me llafe. A ka ardhur ke Muslimshyri, po, ke pirë ka... Po, plak, po, Muslimshyri vjen dhe mirë, do më bësh dashnor dhe mirën tash. Në rregull. A dolen takime atë çunin? Po bre takim se unë isha në program. Isha në program. Po Ina i ka shku në hotel si bie tash. Po çfarë lidhje kamera te puna, ti shkove ke shtëpia brenda. Sepse nuk mund të bëhesh takimin vend tjetër. Po çfarë them mund tash ti shkove në shtëpi. Po ti jam të me mend të tua këtë gjëra do them. Ti edhe në mirë nivesh jashtë dhe nuk ma thot. Ma that kur ja thash unë. Lulet e Muslimshyri mirë, ke marrë shumë buqeta dhe i ke çu vendën në vend. Ti të them unë ty ka njohur këtu brenda. Ja pra, ti gënjeve gjithë nuk njoh njëri përveç se kesit të. Po, zgjidhja ime, siç gënjyen edhe të tjerë. E shikon që ti gënjen. Janë gjëra që i marr sipër. Këto pra janë gjëra që ti gënjen. Janë gjëra që i marr sipër unë. Dhe unë nuk kam gënjur se aty në akuarium e din gjithë që unë e njeh mirë. Se sa kam shkuar kam dhënë dorën edhe mirë që më tha mua, me çfarë merresh, me çfarë merre mundi thashun? Edhe fillon po qeshnim. Çfarë bëhet nga Muslimshyri ne? Kush ka qenë në akuarium e ka ditë. Ti gënjeve të gjithë, neve këtej paktën i gënjeve. E zgjedh unë se çfarë bëj, siç e zgjodhi Selini me Gretën. Po lëre mos se diskuton të. Siç ke gënjur ti për një kohë të gjatë dhe thoje unë kam shoqe filanen. Shoqen e kam akoma ime në vend. Po do ta mbaj shoqe se nuk të pëlqen ty. Unë shikoj diçka ke ty, unë shikoj vetëm diçka ke ty. Që ti këtu ka ardhur një element shumë të sigurt në kokën tënde dhe çfarë do të bësh. Nuk të pëlqeu dhe nuk krijove. Do ta them më vonë kur ti vi momenti. Do ta përplas në fytyrë të vërtetën kur ti vi momenti, jo tani. O Klesi, po merresh ti me mua. Nuk jam Klesi. Klesi, po merresh ti me mua. Erdhe ti dhe gjatë gjithë kohës ke tentuar të flasësh me mua. Pas kam ardhur me kartë? Po më ka ardhur me kartë sepse më pe po se më pe ti mua këtu brenda. Kam më para teje. Më pe ti këtu mua. Po ta them një herë. Ku e diti kur e kam pasun më? A më pe në televizor? A dola në televizor? Edhe duhet ndaloj veten time se jeti këtu? S'është normale më kjo gjë që thotë. Po kur këtu the e pres një sqarim nga ty. E hodhe hapin. E diskutove me gjithë punës të fola. Normale, më siç e prisja dhe sot. Ti shkove dhe të sqarohesh me Ina përpara se të sqarohesh me mua. Pse sqarova atë vajzën? E di pse? Jo. Po pse nuk pyet pse? Ja, po të pyes tani. Tani pra, mos e hidh me kujt, sepse atë vajzë bën lanet që gjithë ata aty. Dhe dije, ke dhomë gjumit nuk i denjuan ti preknin valixhen dhe vetëm e ofendonin. Që gjithë e bullizzonin. Si që kam bërë sepse e meriton. Jo e meriton. Është personi që ka hyrë me si çifti.